kemi arrit pjekuri demokratike në zgjedhjet lokale? Po, patjetër mund thuhet me lehtësi se edhe vërtetësi gjithsesi se në hapërimin ton pas çlirimit dhe pas pavarësimit të vendit, Kosova dhe qytetarët e saj kanë dëshmuar vazhdimisht pjekuri politike në rritje, vazhdimisht emancipim demokratik në rritje dhe në forcimin e shtetësisë përmes ushtrimit të së drejtës elektorale dhe të drejtave të tyre qytetarët, pra drejtave të tyre qytetare në proceset dhe ciklet elektorale që kemi pas nga viti 2000 e deri me sot, ky cikël që po zhvillohet gjatë kësaj dite. Ndryshime të mëdha të këtij procesi? Patjetër ka pas ndryshime të dimensioneve të ndryshme, substanciale, pozitive, dhe në këtë drejtim Kosova ka arritur që të dëshmoj para të tjerë shteteve parsisht balkanike, po pse jo edhe europiane dhe më gjerë, që është një popull me traditë, një popull i lashtë, pjesë e kombit shqiptar, pra që din të vlerësoj, të çmoj dhe të ngris vlerat edhe të veta dhe të tjerëve,